Prej Ademit a.s. e deri në ditë gjykimit është e vetmja e pranuar tek Allahu Azza wa Jall, sikur që thotë në Kur'an, inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam, vërtet feja e vetme e pranuar tek Allahu është Islami. Allahu i Madhreshëm e ka caktuar që ky ummet mos çfaroset pe gjitha kurtheve që ja bëjnë dhe luftave që ja bëjnë. Kjo ndjenjë e krenaris me iman duhet jetë e gdhendur fuqishëm në shpirtin, mendjen dhe zemrën e besimtarit, tjetë e mbushur zemra e tij me këto ndjenja dhe emocione, dhe kur asnjëherë, askush prej neve, pite fëmia më i vogël, deri te plaku më i madh ke xhami, nuk duhet më frigu nga kufri dhe i thartë e kufrit. Nuk ki drejt më tut. Nuk ki drejt më u frigue, apo më u shqetësue, apo më u stresue, apo më u destabilizue për atyve. Asnjëherë s'ki drejt. Dhe ne themi çfarë tha Omer radiallahu an, radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan rasula. Jemi të kënaqëm që Allahun e kemi Zot, dinin e kemi Islam, e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam e kemi pejgamber. Dhe Allah na mundsoft inshallah që me këtë kënaqësi edhe ta takojmë Zotin ton ditë gjykimit. Ta takojmë pejgamberin ton dhe mësuesin ton Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Ti pse je pak e je i dopt sot, e ata janë shumë, janë të fortë, më tut për tyre. E më shqetësue në ballafaqim me ta, e më stresav, e me të dridh komt, e mës me të majt komt, edhe ti një kërcënim i vogël me të nalë, një muhabet i pazarit qashis me të nalë, me të friksu, një telefonat me të shtjethet në barkë, një muhabet koti gjatë natën me të lanë pa gjumë. Ku e ki me të atë iman, ku e ki? A kiti pak iman të mjaftushëm që me të adhon a stabilitet dhe mos me të lanë me u frikusu për tyme. Ky iman dhe kjo krenari me këtë iman të bën ty që të nënçmosh dhe të përbuzish manifestimin material të forcës së qafirave. Besoj që e keni parasysh se Allahu i Madhëshëm kur foli për popullin e Ad, tregoi se ata ishin shumë të fuqishëm materialisht. Aq fuqishëm se në atë kohë s'ka pas asnjë popull i fuqishëm sa këta. Lem yukhlaq mithluha fil bilad. Askund në tokë, në atë kohë s'ka pas forcë të barabartë me forcën e tyre. Para mendoni, ti sot që je me numër s'paku, numerikisht 1/4 e botës. Ti se ki nevojë më tuat për dikujt. Dhuratën më të madhe që na ka dhënë është që jemi musliman walillahi alhamd. Dhuratë më të madhe për një njeri nuk kanë këtë ftyrë tokës, për arsye se s'ka fitim të përhershmës të xhenetit pa qenë pjesëtar i këtij dinit ose kësaj feje. Nuk ka xhenet për pjesëtar të jashtë fesë islam. Prej Ademit a.s. e deri në ditë gjykimit është e vetmja e pranuar tek Allahu Azza wa Jall, sikur që thotë në Kur'an, inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam, vërtet feja e vetme e pranuar tek Allahu është Islami. Allahu i Madhreshëm e ka caktuar që ky ummet mos çfaroset pe gjitha kurtheve që ja bëjnë dhe luftave që ja bëjnë. Ngelet stoik ballafaqimin e tij me kufrin dhe kur njëherë të mos ul kokë para të kotës. Kur njëherë të mos ul kokë para të kotës.
Kjo është shumë e madhe vëllezër. Din kur e flasket, mu vjen keq që sa musliman që falen, sa hoxhallar që ligjerojnë, sa davexhi që bëjnë davet në internet, shpesh herë pak me u dridh toka nërkom, ata i lanë këtë punë. Edhe nalën. Edhe friksohen atë shumë se që edhe dukin e jashtme e ndronë, ndoshta edhe emrin e ndronë, rrjetet sociale i ndronë emrat, i fshin nga frika se ku me di që ka me ndodhë. E përsëris rregullin që e kam përsërit disa herë, po besoj që e kemi të qartë edhe kena kuptu. Dy gjëra që janë elementare në jetën tonë, askush ndorë si ka veç Allahu të xhelal. Ajo është rizkun ton edhe e gjelin ton. Pse ti duhesh më tut? Pse ti duhesh më tut? Rizkun dhe e gjelin Allahu e ka në dorë. Askush tjetër. Dhe i friksohet rizkut Allahut. Allahu Azza wa Jall na tregon: "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haythu la yahtasib." Kush i friksohet Allahut, thot Zoti hyn. Kush për Allah e lën një send, Allah i qel rrugdale ati dhe jep rizkun ka se me ndon. Kur don Allahu me të dhanë, s'ka kush ta nal. Kur t'jep Allahu jetë, s'ka kush ta merr. Pse ti ki nevojë mu tut për dikujt? Kjo është akide. Kjo është akide praktike. Kjo është akide mejdani. Nuk është akide teorike. Nuk është akide filozofike. Nuk është besim i thatë. Por është besim që na duhet me dëshmu vazhdimisht në jetën tonë, se na jemi musliman, e besojmë Allahun tamam, e ndjekim Muhamedi sallallahu alaihi wasallam me sinqeritet, e zbatojmë Islamin, do thot maksimalisht, dhe i ftojmë këtë njerëzit në këtë besim pa kompromis. Edhe hec, mos u tot. Çka do që ndodh janë ngritma të vogla, janë pengesa të vogla që vetëm ngrisin edhe më shumë te Allahu subhanahu wa taala.